Ndryshimet ligjore për arsim të lartë do të zvoglojnë numrin e programeve studimore. Sipas ministres së arsimit Vesna Janevska, është e papranueshme që disa drejtime të kenë vetëm 2 ose 3 student. Prandaj, siç theksoi, këto drejtime me pak student do të vetë mbyllen ose, siç u shpreh, do ta përdorin forcën e ligjit për t'i mbyllur. Ndërsa aktualisht nëpër universitete tha se ka mbi 1300 programe studimore. Ne do të prezantojmë modularitetin, që do të thotë, për shembull, në fakultetin e drejtësisë, të gjithë studentët e diplomuar marrin një diplom bachelor në drejtësi, kështu që 2 vitet e para janë të njëjta për të gjithë. Në 2 vitet e dyta, studenti orientohet dhe kjo vlen për të gjitha fakultetet e tjera. Kjo është vetëm një nga risi që parasheh ligji i ri për arsim të lartë, i cili sipas ministres Janevska parasheh më shumë cilësi, më shumë hulumtime dhe avantazhe për studentët më të mirë. Parasheh gjithashtu mënyrë re e financimit të institucioneve të arsimit të lartë. Parashikohet një komponent zhvillimi dhe një komponent performance të jashtëzakonshme. Pra, më shumë para për ato universitetet që do të bëjnë përpjekje për të përmbushur kriteret të caktuara më të larta. Kjo, siç tha ministri, do t'i stimulojë konkurrencën dhe konkurrenca sjell cilësi. Gjithashtu bëri të njohur se studentët që studiojnë jashtë shtetit ose që janë shpallur si studentët më të mirë, do të kenë përparësi punësimi nëpër universitete shtetërore. Ligji për arsim të lartë dhe ligji për cilësinë e arsimit të lartë dhe shkencës janë publikuar në formë elektronike në platformën e NER dhe ministria tha se tani presin reagime dhe debate për këto ligje, me qëllim përmirësimin eventual të tyre.